Studio jemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ato që na bashkohen në këtë moment dhe gjithashtu mirëmëngjes te telefonata e parë për ditën e sotme, shtunë 3 maj 2025. Përshëndetje, mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes i nderuar, respekte. Mirëmëngjes zotri. Kisha për të thënë se ne jemi në këtë drejgje deri tani. Po? Për arsye sepse është një fenomen shqiptar vetëm vjedhja e votës, manipulimi i votës, shitja e votës. Nuk ka të dy përveç shteteve që janë postkomuniste. As në rajon, as në Evropë, as në botë. Jemi fenomen shqiptar neve që u asimiluam nga Turku, në vende që ishim për qark asnjë. Jemi neve fenomen shqiptar, i vetëm i vëmë gjithë botën, që në vitin 1967 prishit tëra kulët fetare. Më thua një vend tjetër mua ati që e ka. Jemi vetëm i vëmë fenomen shqiptar që del kryeministri me banim nga Vasilshando, del me belevreke para kryeministri francez, anglez, gjerman. Që vëmë për shtypje asnjërit. A mendon të siri që një kryeministër do të dali me blevreke në Evropë? Më thua një kryeministër francez, gjerman që del. A del një kryeministër me syze bebes të verdha? Edhe ky është fenomen shqiptar. Korupcion ka në çdo vend, po korupcion që nuk dënohet vijnë në 6 muaj burg, në një vit burg e dalin, përsëri është fenomen shqiptar. Ku ka shqiptar që si bën për 10 apo 100 milion euro 6 muaj burg? Puna është të marrësh pasurinë. Edhe ky është fenomen shqiptar. Fenomene shumë të qija shqiptare plot. Shkon Ismail Kadare në vitin 1989 Durrës, që ai fjalimi i famshëm i Agovit atëherë edhe ky. Edhe shtroi disa direktiva dhe i tha për pluralizmin e gjëra të tjera se ishte fundi i komunizmit. Po? U quan komunistët tërë në kënd, doni tani gjallë. Ta vrisni. Del ky Ismaili në makinë dhe i thot një shok edhe shoferi, Ismail çka ke thot? Më bëri një cigare dhe ta pi thot. Edhe di qa u tha atyre, po ti ke koto që s'po pi duan. Shiko tha, slavërimi tha meriton slavërimin. Sklevri tha meritojnë slavërimin. Ne jemi një popull që sklevar, u vra pardje në Vlorë, ai personi për shpinë, s'u afu asnjëri asaj gruas. Neve shqiptarë, që ndahemi e rrethohemi me shqiptarë, që ne shqiptarët jemi më shumë jashtë se sa në vendin tonë, të gjitha këto kush i ka bërë ne kemi bërë. Të kuptoj zotri. Ndadhe Ismail Kadareja tha, sklevrit meritojnë slavërimin. E qartë. Mirë zotri, faleminderit për telefonatën. Me këtë mesazh tënd ne mbyllim këtu këtë telefonat e këtë bisedë bashk. Të uroj një fundjavë të mbarë në vim, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Si vetëm kaq, në 11 maj do të vazhdoj krimi edhe ja 30 vjet tjera. Edhe 30 vjet? Edhe 35 vjet tjera. Po shumë. 50 vjet dhe duhen e 50 vjet që ta çrënjosë komunizmin. Këta nuk kanë dënuar një krim që nuk dënohet vazhdon. Po 35 i bëm ne. Krimet e Nevërozës nuk dënua asnjëri në Gatinë. Asnjëri nuk vajti. Vetëm u pasuruan, i bën miliardera nga kriminela e tusave që na toptonin në pranga, marrin na 1.200.000. Ata që bën burg janë pa pension, ata që bën burg kundër Nevërozës. Kurse tusat i torturuan, janë shpërbyer në mënyrë të çmendur. Kjo është, nuk ka Shqipëri, kjo Shqipëri nuk do të bëhet. Eshtra shpirtrat e atyre që janë në dhe, që janë varrosur, atyre 300 fëmijëve në Tepelen, që i varrosur se ishin armiq fëmijë minoren, 12 vjeçar ishin armiq të kombit. Vran 300 aty shpirtrat e atyre në Tivar, 5.800 shqiptarëve. 5.800 shqiptarë të masakruar nga Enver Hoxha e Ramiz Alia. Ramiz Alia që gjojnë Sali Berisha. Sa tjetë Berishat, sa tjetë Nanot, Gjinushat, Skënder Gjinusha, armit e kombit, nuk ka Shqipëri. Mos të presin gjëra në zgjedhjet. Gjo se nuk durin Amerika, t'ja rësoj këto 3 banda. Jo të zgjire këto, t'ja në armit të kombit. T'ja shikoj pasurit në palas, atje të vejtë Dumani në palas. Ku e gjete këtë pasurit që ke një vil me lira është 2 milion euro? Ku e gjete o zotni? Nëse një punuar njerëzit tanë, fëmijët tanë në Zvicër dhe me zi kam blerë një hyrje, ti këtu në Shqipëri, në vendin më të varfër në botë se bërë miliona dollar. Këtu e më këta kriminel të hapër, more.
si do të bëjmë kryet e një vendin e njerëz i moral të unë gjerë në allatet, unë gjerë fëmijëve të vegjël. Si do më me gjerë që ato dhe ati fëmijës, na shikoni ato të varurat e mija i thua. Ore, e di qatë ata kriminella e dali lish, ore. Ore, këta s'ka frikë ma ata ligji. E kërcëroj domani, i venë do të masakroj fëmijën, do të bëjmë atë. I japim para, na, sa do, 5 milion. Si që jepë Lacivitës, jepë dhe domani, taj. E kuptojnë që apë i këtare, ja parat e poplit, sa nuk duhet të dirë më për para, aqë shumë kanë. I kanë bjurë në Azerbajxhan, i kanë bjurë në Singapur, ku si kanë quar në vëtet offshore, vëtet anti-amerikane. Kanë quar gjithë pasurin e kombit. Pasurin e shqiptarë ndodhet jashtë tani. E Si qartë, të mirë. një shqiptarë që ka vjedhur një supermerkat në Itali, këtu vidi e sekurestohet shtëpia. Mirë që vjedh milione në Shqipëria i qoni jashtë shtetit. E mbyllim. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën. Të uroj një fundjavë të mbarë. Lutem. Jeni më të kujdesshëm me kohën, pavarësisht tolerimit. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotëri. Do të thashë çik për fushatën. Për çfarë të ke shef ti? Fushatën Stadiu po premton shumë. Gati po na heq në pantallonët aty në miting. Kur? Në mitingjet e tij gati po na heq në pantallonët, se këta tjerët i ka heq gjitha. Ma kush e vota Stadiun, ma kush e vota Stadiun, ma ka. 6 milion dollar për të heq në gatën Stadiu. 6 milion dollar. Po pse se jep pensionistët këtë Stadiu? Po t'ja jep të pensionistëve, i binde nga $6 për çdo pensionist. Po mirë, $6. t'ja pak në 6, tani ta shkojnë ta pini kafe për listë, ato pensionistët. Bën sens. Pa ky sa është mbinar, po ky sa është mbinar, kur flet ky, mund përzihet për poshtë, përsipër i përzihet gjithve. Pas nuk digjohet taj më pak, kina 34 vjetë që këtë njeri e ndigjën. Unë sa kam digjohet të unë dhe se kam letë 13 kufoma në vlorë, në 97-ën ati ja ku vu vizën në kohë. Unë, familja ime dhe njerëzit e mirë, rrëzë për qajkë, miqë, shokë, ja kina vu vinë, ka kodi, pa ne nuk fito kë. Nuk do të fitoj Stadiu, nuk do të fitoj Stadiu, pa vonë llogarin një për vrasjet, për poshtërsin, për vjedhjes që i ka bukti kombi. Vetëm për pronët kam 29 vjetë që bëj gjyqje për pronët e Stadiut. Ky Stadiu, ky burri mirë që da me bo mrekullin kë. Ku bën mrekullin më ky? Këti i ka shpëtu portët rrugës, miru pafshim. Faleminderit për telefonatën, fundjavë të mbarë zotëri dhe të qetë. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Po. E përshëndetje Qyrikun para se këta kam përnerë kur i thoti Edi Ramën, shikonin betat edhe unë jam çuneri faktikisht edhe po pati një gosë dhe më me kuptimin që të dashurohet me mu, që t'jap dhe votën. Ky që poli para, mos shko, mos. Po dhe këshillat e kryeministit, nuk Se të pro tani. Po s'po të pro, po flas drejtën. Pa pak shuaj në atë. Mirë, jo personalisht me njerëzit që flasin. Jo, pa mirë, përgjithësi, si puna këtij, falë, nuk e kisha me këtë. Që këto nuk duhen as suaz drita, domethënë, nuk duhen as i gjofë, vetëm e ka fajin Stadiu, e ka fajin ky 12 vjet të pushteti la pa buk. Unë e kam shfitu ke tregu elektrik të Tiranë, edhe ka vdek i plak tjetër vetëm në shtëpi, jetën në 3 ditësh. Se të do vdesin gjithë vetën në shtëpia, kjo është problemi tash. Apo kështu kanë, kështu duhet të vdesin pa fëmijët e vet. E kanë ikë gjithë fëmijët e shtetit. I ka prozamë Rama 1 milion, se kur ishte Berisha, ishin gjithë Shqipëri me stadium. Se këto dhe përmojë ka ndohë 92-shin edhe 97-ën. Vlorë që thot e zonë që ushi. Kështu që to njerëzit që po s'kuptun dhe këtë, dhe sumturohen, dhe dashurohen me strejvet e vetë. Ka që kishon, nuk e lëqëfë. Kuptova. Faleminderit zotëri për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Erdhën linja, janë disa telefonata në pritje, i themi mirëmëngjes, një tjetër telefonuesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, natja mirë. Përshëndetje. Nga të pelenën në lejra, se në pukë që janë pukëjon, po kam thonë se
Ne s'ka prallëni janë ka vëzhliu dhe për ty s'ta ka morë emri kam qef, sa ju të dy, sa të filloj me full, nuk ju hi e shohet. Qef keni me marë me mu, po jemu me i fjallë të mija. Ashtë ajo ndi, si e din që ku punën edhe, ti firma në pratë, po hajtë se për janë si herë, se të është të avyt këtë dita. 2 minuta kohë i këtë tuat, vazhdo. Unë kam 2, tjerë kanë 4 kohë, se e shafë në të monitorin ku e shafë atë marë. S'ka rëndësi. Mirë, vazhdo, jepi. Jena më rëndë që tash, se Shqipëria ka pas ditë zeza, një mas njëj, po bashkë dita mas zeza shahet, të jetë në ndore dhe 40 kur na formu që kjo politikë, kjo është të dhënjë, të jetë dikë, e ti e për të flu, e ti statolon gjo pa bo, dhe sëtë nuk del për me full për 4 vjetë që vinë, për të full edhe për një në vjetë 4 veqore tjetër, dhe kur i shos të antashet, na me të vërtet, mëra ka mundësi kjo popull shqiptar, ka që ku është kara. Dhe kam dhe kokra që ma të hevën dhe menin të ju kur flason, edhe kur në thanjeni kanë vëmore Nikola. Po të kështë aja kohë, po më do balë për balë, jo se jam tëjmë, po kështë vetë të në asë një sën tjetë veç me pëshën mund saratat përsen, se unë nuk jam njëri që marë përguj njërëzët si flasin, unë marë përguj. Unë thamë që populli shqiptar është një populli në nështëm, është një populli i përmosën në komunizm, komunizmi ja ka pashe rëntonë Evropa lindore, edhe në ata jenë në Shqipëria ma shumë, se kur da kishtë në linë në komunizmin, atë marxizmin, dhe sot e të nditën sot në presin për me morë për shtetë, sot 2030, nuk fletë për 2029 kjo gëllësheta zez, që s'kalon gjë atë themelit, ja ka sot e ka bo, si ka shqit toke, ka shqit Shqipëria, ka atë menu e ka hanë. Po mije se ka menu me vjetë tash, 12 vjetë, po qysh do t'i hojnë kjo kriminel, kjo ftyra e të komit shqiptar, se kjo nuk do t'jetë me të vërtetat orizinë shqiptare, se po t'jetë orizinë shqiptare bile familjen e ka, po kjo s'ka mërat familje, kjo s'ka mërat ftyra, kjo ftyrë e degenerume në çdo lloj muhabeti, po si shkën populli mas s'ka ftyra po si e presën me ta ulla me curla këtë ftyrë ty i vjedhe, ty i shkarravite, dy qëta s'kallon gjo pa po në kom shqiptar, tash 12 vjetë edhe presë, apre populli e presë me të panë po popull shqiptar o këthe e njefni familjen, e njefni se e ka dhonë Zoti. Zoti, familje, Zoti, shteti, kjo është një panarab e një shqiptari patriot. Të kuptova, Nikol. Faleminderit tani, ditën e mirë dhe fundjavë të mbarë dhe ty të uroj, nëse se je i knaqur me minutazhin, për një javë nuk do komunikojmë bashkë. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirë, respekte. Respekte, zotëri, po. Du t'i them atit miku që shanët dhe Sali Berisha në shanin dit po e dit jo, e flet shpesh edhe ti duhet e mëllush. Ajo provokator, ajo dojnë verë uqët, që e të gëzoj me gra, me matër, me nane, futin rresht, misit dhe gjithë. Ajo do latë e regjimin e në verë uqës, e në te Edi Ramës. Ajo Edi Ramës se bëhë pikën e hajtë, se ka gjatë. E qojë të popull me fëllë me vete. I huj gjithë para takset të paguzve, i huj gjithë mblonë. Ke porti, ke raporti, ke gjithë mblonë atje. A i s'ke tërë këlloj pensionistët dhe pensionistët dhe 4-5 jetë kanë përvdesin. Mos jam mushe e kulletë, mos jam mushe e gjepit. Kështë që e jo punë ka përnu gjithë jetën e dhe si mushe e kulletë në gjepit me lekë. Ato janë shtetit, taksa, drita, ujë, i latë e gjojnë e gjithë. Jeve pensionistë, jeve qytetarëve, ato shkojnë mrapa, ato gratë s'kanë tërpë, i shkojnë mrapa e dinamës, i shkojnë mrapa ti mashtrusita, a i ka dalë pa brega, i shkojnë mrapa titër, ajo tërpë i botës me 3 prave, 12 vjetë. Qo kjo punë shumë e, ne pa jetin drejtë botës, drejtë Europës, jo 3 vend në mërani me Edi Ramën. Jene dhe partinë demokratike, qaj malit, ajo për e të punë. Jene edhe... Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën, gjithë mirat. Kjo është telefonata e fundit, pas pak do t'jemi me avokatin Ertan Manushaqesh, këputemi për një hapësirë publicitare.